cilat ju kërkoni mandatin e parë dhe pas 12 vitesh të Partisë Socialiste në pushtet, sa të vështirë e keni të bindni sidomos kur flasim për kryeqytetasit? Nuk është çështje nëse unë apo kolegët e mi kërkojmë mandatin e parë, të dytë apo të tretë. Ne jemi duke kërkuar dhe duke luftuar maksimalisht për të marrë mandatin e 20 të Partisë Socialiste në Tiranë. Pra, është një punë në skuadër për të maksimizuar rezultatin e Partisë Socialiste, jo vetëm në Tiranë, por edhe në të gjitha rrethet e tjera, në mënyrë që ne të kemi majorancën qeverise të dur për të vazhduar me projektet edhe me reformat që qeveria socialiste ka nisur. Kjo do të thotë 12 vjet mund të duken shumë, po 12 vjet janë pak për ta nxjerrë Shqipërinë në dritë pas asaj drejtëje ku ishte ka ta ndisur nga Këneta dhe ku duan që ta tërheqin prap. Tani Këneta ju e dini shumë mirë që po u sa kthehet në një tokë pellore, kështu që do të ishte mirë që shqiptarët pa dallim partijak të mendojnë për të ardhmen e tyre, të mendojnë për çfarë ofrohet nga alternativa e Partisë Socialiste, në mënyrë që të rritet mirëqenia, të vazhdojë të rritet mirëqenia, të vazhdojnë këto hapa që po ndërmerren, që Shqipëria të shkojë aty ku i takon. Si zgjidhni zonja Çepe të flisni me gjuhën e Edi Ramës? Jeni, do të thënë, e re, një kandidate e re në politikë, të paktën në tentativë për të përfshirë në jetën parlamentare dhe vendimarrjen. Pse zgjidhni të flisni me gjuhën e Ramës? Nuk flas vetëm për ju konkretisht, por për gjithë kandidatët. Tani, gjuha e Edi Ramës, kjo është gjuha shqipe. Nëse ju më gjeni një fjalë tjetër me cilën mund të zvendësohet fjala Kënet, unë mund të thosha edhe fjalën Moçal, dhe pastaj nuk kisha më në gjuhën e Edi Ramës, por vazhdoj të përdor sinonimet e gjuhës shqipe, të cilat paraqesin më së miri atë alternativë në stagnacion, madje në hapa mbrapa, që ofron kjo forcë politike. I referoheni vetëm zotit Berisha apo Partisë Demokratike? Kjo forcë politike e cila një opozitë normale, në një vend normal do ta bënte të kishte turp. Okej, i referoheni vetëm zotit Berisha apo demokratëve në tërësi? Demokratët janë njerëz me disa ideale të cilat ne, si Parti Socialiste, përpiqemi t'i bëjmë tonat çdo ditë. Pra, shqiptarët e ndershëm, të cilët janë demokratë, kanë afiliacione të djata, janë qytetarë që nuk e duan shkuarjen mbrapa të Shqipërisë, nuk i duan konfliktet, nuk i duan ato problemet që fillojnë nga më të vogla deri më të mëdhajat. Se duke filluar që nga problemi pronave në Shqipëri, është një problem që është krijuar pikërisht nga ata që janë përpjekur të mbajnë peng demokratët e Shqipërisë nëpërmjet atyre manierave të tyre të shëmtuara, për t'i bërë njerëzit që të ndihen për momentin sikur janë mirë, sikur kanë një pronë, edhe pastaj kanë krijuar probleme madhore që ne jemi duke u përpjekur maksimalisht të zgjidhim. Nuk keni vlerësim për asnjë demokrat, zonja Çepe? Jo, unë po them të kundërtën. Jo, e kuptoj. Ne kemi vlerësim për çdo shqiptar demokrat, të cilët e kanë qëllim demokracinë. Po përfaqësuesit në parlament aktualet flas. Ata nuk apo janë, listën e tyre, të paktën për Tiranën. Ata nuk janë demokrat. Ata janë një tuf njerëzish që kanë marrë peng opozitën, kanë marrë peng të bërit opozit dhe përpiqen të marrin peng popullin demokrat, por shqiptarët vetëm një gjë nuk e kanë, nuk janë budallëq dhe i kanë sytë hapur